Mbrëmjen e kaluar, 40 profesionistë nga diaspora u mblodhen në zemër të Londrës për të krijuar ura bashkëpunimi në kuadër të aktivitetit Network and Grow Up, organizuar nga Albanian Union. Takimi nisi me përshëndetje dhe biseda të ngrohta, në një atmosferë miqësore që afroi pjesëmarrësit që në momentet e para, mes diskutimeve të sinqerta dhe shkëmbimit të ideve, profesionistë nga fusha të ndryshme patën mundësinë të njihen me njëri tjetrin, jo vetëm në aspektin profesional, por dhe në atë njerëzor. Të bashkuar nga dëshira për të ndërtuar lidhje të qëndrueshme, ata shprehen gatishmërinë për të kontribuar si profesionalisht, ashtu dhe miqësisht në rritjen dhe fuqizimin e komunitetit shqiptar në diasporë. Në fjalën e tij përshëndetëse, Adem Marku u përqendrua në rëndësinë e bashkimit dhe ndihmës që shqiptarët duhet t'i japin njëri tjetrit. Duhet të lënë me njanë egot personale dhe të bashkohen për të arritur komunitetin ton drejt sukseseve që na bëjnë të ndihemi krenar. Duhet ju falenderoj dhe herë gjithë secilin një nga një, pavarësisht sot jemi mbledhur për të ndarë disa tema të rëndësishme dhe për qenë urlitse mes njëri tjetrit, sepse gjithë secili nga ne individualisht është i suksesshëm në profesionin e tij, në ideja është që ne si shqiptar në diasporë është që duhet lejmë hatërmbetjet, duhet lejmë të gjithë secili egon personale, sepse nëse vazhdojmë me ego personale asnjëri nga ne s'do ishte këtu, sepse asnjë s'ka kohë për të humbur, gjithë secili është i suksesshëm në fushën apo në profesionin e tij. Por ajo që dua të them dhe të theksoj shumë është që ne të jemi gjithmonë transparent dhe gjithmonë gatshëm për të dhënë dorën e bashkëpunimit gjithë secilit nga ne. Sepse vetëm kur jemi kështu shumë, kur jemi gjithë bashkë, një ide, dikush një mundësi dhe bëhet e mundur që ajo të jetë arritshme për gjithë secilin, sepse fatkeqësisht e kemi lënë Shqipërinë jo nga dëshira. E kemi lënë Shqipërinë nga halli dhe shumë e kanë lënë dhe nga pamundësia ekonomike. Nazmi Mema, bashkëkrijues i Albanian Union në Londër, foli për misionin e këtij projekti që është krijuar që në 2024 dhe pritur ngrohtësisht nga diaspora. Faleminderit shumë që keni ardhur sot. Për gjithë ata që nuk më njohin, unë jam Nazmi Mema, jam koleg me Ademin dhe kemi krijuar Albanian Union pikërisht në Londër. Ky aktivitet ka vazhduar që në vitin 2024 që ishte një ide e vogël, por pastaj mori për masa të mëdha, siç e dini shumë nga ju që keni qenë prezent dhe jeni edhe vlerësuar me ato çmimet që i përmendi edhe Ademi. Unë kam kënaqësinë shumë që të falenderoj shumë persona që kanë marrë pjesë sot dhe rolet që ju keni. Dikush është avokat, dikush është ekonomist, dikush tjetër është politikan, dikush tjetër është sipërmarrës, dikush tjetër është qoftë edhe një self-employed, por ama gjithsesi nga ne kontribuojnë në këtë shtet dhe secili nga ne ka kaluar sfida të veçanta dhe jam shumë i sigurt që gjithsesi nga ne ka një histori të patreguar që ne nuk ja tregojmë njëri tjetrit, ama e mbajmë për brenda dhe duhet ndihmë krenar për gjithë ata çfarë keni deri tani. Mes profesionistëve, Lutfi Vata, drejtori i shoqatës Ardhmëria, ju bën thirrje të gjithë shqiptarëve që të luftojnë për të ruajtur identitetin, gjuhën shqipe dhe traditat tona. Pse ne mos jemi më shumë? Pse ne mos hapim më shumë shkolla? Pse ne mos të bashkëpunojmë me njëri tjetrin? Një vit a 2 vjet kanë që janë krijuar. Sepse shikoj gjithë të tri këtu. Gjithë këto njerëz të kualifikuar, profesionistë, biznesmen, avokator, doktor. Ore, s'ka racë më zua si shqiptarët. Racë më të shkafet, më të zuar, më punëtor, më të bukur. Vetëm nga inati, sepse gjithmonë e pema që ka dardha aty, ato e gjuhet, e ke parasysh. Po ne gjuhemi sepse jemi më të shkafet, jemi më të zotët, jemi më të mirët. Dhe normalisht kemi arritur majat, kemi arritur në institucionet më të rëndësishme britanike që janë shqiptarët. Janë ta, i ke të tjerët, mos përmeni me ma komunitetesh me 20 sa vite këtu s'dy të flas 2 fjalë anglisht. Ne edhe printet po të kemi këtu 70 vjet që flasin anglisht në komunikim perfekt. Jema turit apo të tjerët. Mes përfaqësuesve profesionistë në këtë takim pati disa personalitete nga fusha juridike, të cilët ofruan mbështetje ligjore falas për komunitetin. Avokati Sajmir Kumria theksoi se iniciohet si një domosdoshmëri që shqiptarët të informohen mirë para çdo procesi. Si Nazmiu Albanian Union, që i drejtohet në suport të komunitetit shqiptar në Londër dhe më gjerë, do të ketë kryesisht departamente të ndara
siç dhe përmendi, nga pjesa e ligjit, në pjesën e accountet dhe departamentet e tjera. Për sa i përket departamentit të ligjit, kam kënaqësinë që të jem në suport të komunitetit dhe do të kemi shumë shpejt bashkë me Nazmiun dhe platformën, do të krijohen seminare mujore ku do të ketë përditësime për normativat ligjore që fatkeqësisht shpeshherë Home Office, sidomos në vitin e fundit, pothuajse një herë në 3 muaj ka pas ndryshime rrënjësore dhe që fatkeqësisht një pjesë e madhe e qytetarëve që janë në Mbretërinë e Bashkuar ose që aplikojnë për të ardhur në Mbretërinë e Bashkuar, jo gjithmonë ka informacionin e duhur. Për këtë arsye do mundohemi të japim suportin e duhur me seminare mujore, qoftë në salla përkatëse ose në platformat online, në mënyrë që të gjithë qytetarët kenë informacionin e duhur. Por këtu do doja të shtoja dhe jo vetëm suportin ndaj qytetarëve që janë rezidentë në Mbretërinë e Bashkuar ose atyre që duan të vinë, por mbi të gjitha dhe pjesës të emigrantëve që janë fatkeqësisht pa letra në Mbretërinë e Bashkuar dhe shpeshherë nuk arrin të marrin dot suport dhe informacion ligjor në rrugët, le të themi në rrugë zyrtare, pasi shpeshherë zyrat ligjore, patjetër ato që nuk janë me kontratën Liga Let kanë tarifa konsulence. Do jemi në gjendje të japim këtë suport dhe do të caktojmë ditë të caktuara, përkatësisht flasim për 1 të shtunë në muaj, kur do të jetë një open day dhe qytetarët do kenë mundësinë të vinë dhe të marrin konsultën dhe informacionin ligjor pa detyrim ekonomik. Të gjithë pjesëmarrësit mbajtën fjalime dhe shprehen gatishmëri për të kontribuar përmes profesionit të tyre në mbështetje të komunitetit. Takimi zgjati deri në orët e vona të mbrëmjes, krijoi hapësirë për rritje dhe network në të tjera evente bashkëpunimi.